SPAK miraton pas rreth 500 ditësh kërkesën që avokatët ndërkombëtar të Erion Veliajt ta takojnë në burg kryebashkiakun. Mbrojtja kishte kërkuar prej kohësh autorizimin për të dokumentuar shkeljet që pretendon se janë kryer gjatë hetimeve, me synimin për t'u drejtuar gjykatës europiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Deri tani SPAK nuk ka shpjeguar arsyet e ndryshimit të qendrimit, ndërkohë dosja ndaj Veliajt është dërguar për gjykim, ku ai përballet me 13 akuza, mes tyre korrupsion pasiv, pastrim parash, shpërdorim detyre dhe mosdeklarim pasurie. Sipas SPAK-ut, ai ka përfituar në mënyrë të paligjshme nga kompani që më pas kanë marrë leje ndërtimi dhe fonde publike. SPAK merr pandehuri kryebashkiakun socialist të Divjakës Fredi Kokoneshi për shpërdorim detyre. Dosja është dërguar në gjykatën e posaçme ku pritet të nisë shqyrtimi paraprak. Së bashku me Kokoneshin janë marrë pandehur edhe 3 zyrtarë të tjerë të bashkisë. Sipas hetimeve, ata dyshohet se kanë shkelur ligjin gjatë dhënies me qira të disa pronave për ndërtimin e impianteve fotovoltaike me afat 10 vjeçar. Prokuroria thotë se pasuritë rezultonin të regjistruara në ASHK si tokë bujqësore në kohën kur u zhvilluan procedurat. Paditet dhe shkarkohet drejtoresha e postës shqiptare në Durrës pas dyshimeve për abuzime me fondet. Elizabeta Mataj është larguar nga detyra dhe është kallëzuar penalisht pas një kontrolli ku konstatuan parregullsi në administrimin e fondeve të shërbimeve të pagesave. Sipas burimeve, dëmi ekonomik i dyshuar mund të arrijë rreth 3 milionë euro, ndërsa hetimet do të përcaktojnë vlerën e saktë dhe përgjegjësitë. Pas zhvillimeve ka dhënë dorëheqjen edhe drejtuesja e financës Valbona Hoti Duni. Çështja tashmë është referuar prokurorisë për hetime të mëtejshme. Apeli ndryshon masën e sigurisë për një nga rojet private të arrestuara pas përplasjeve në Zvërnec. Gazmend Vathi është liruar nga paraburgimi dhe do të hetohet në masën arrest shtëpie, ndërsa për Artur Granin është lënë në fuqi arresti me burg. Në shqyrtim është edhe ankimi i pronarit të kompanisë së sigurisë Major Security Geraldo Biba. Hetimet lidhen me përplasjet e 31 majit kur protestuesit kundër ndërtimit të një resorti turistik u përplasën me rojet private. Pamjet e publikuara treguan episode dhune, ndërsa pas ngjarjes nisën hetimet ndaj disa punonjësve të sigurisë dhe pati ndryshime edhe në drejtimin e policisë së Vlorës. Akademia e Sigurisë ndryshon mënyrën e furnizimit me ushqim pas 2 rasteve të helmimit masiv. Institucioni ka ndërprerë shërbimin e cateringut nga kompania Sorial dhe prej 27 qershorit vaktet për kursantët përgatiten në mensën e akademisë. Vendimi erdhi pas 2 episodeve ku 116 kursantë shfaqën simptoma helmimi dhe u dërguan për trajtim në QSUT. Në rastin e parë, analizat zbuluan pranim mbi normë të bakterit E. coli dhe stafilokokut në ushqim, ndërsa AKU kreu kontrolle dhe mori mostra për hetim. Akademia ka riorganizuar mensën, ka shtuar personelin dhe ka zgjeruar menun për kursantët. Mbetet për t'u parë nëse drejtësia do të bëj punën e saj në rastin e kompanisë Sorial të dyshes Nikolin Jaka dhe Alma Tafani. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën për të thirrur si dëshmitar ish deputetin Halit Valteri në procesin për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doja. Vendimi u mor në gjyqin ndaj Amar Shkëmbit dhe Bledar Polovinës, të akuzuar nga SPAK për sulmin e 1 tetorit 2019 në mbikalimin e Shkozetit. Në atentat mbetën të plagosur Arjan Doja, Landi Muharremi dhe Andi Maloku, ku ky i fundit humbi jetën 2 ditë më vonë nga plagët e marra. Thirrja e Valterit si dëshmitar konsiderohet një zhvillim i ri në këtë proces gjyqësor. SPAK shtyn me 3 muaj hetimet ndaj 4 të dyshuarve për vrasjen e Renis Dobrës. Gjykata e posaçme pranon kërkesën e prokurorisë për zgjatjen e afatit deri në muajin tetor, me argumentin se duhen përfunduar ekspertimet e telefonave celular dhe analizat e gjurmëve papilare. Mbrojtja e Fatjon Bushgjokajt e kundërshtoi vendimin duke pretenduar se SPAK ka pasur kohë të mjaftueshme për hetimet dhe ende nuk ka provuar akuzat për rrëmbim apo veprim në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. 4 të arrestuarit akuzohen për vrasjen e Renis Dobrës në korrik 2025, ndërsa më herët në gjykatë 3 vëllezërit Bushgjokaj u përplasën fizikisht me bashkë pandehurin Petrit Çakri pasi ai implikoi në këtë krim. Policia ka arrestuar autorin e dyshuar të plagosjes me thik të një 22 vjeçari në Fushkruj. Në pranga është vënë Zamiri, ndërsa gjatë ndërhyrjes uniformat blu sekuestruan edhe thikën që dyshohet se u përdorë në sulm. Sipas hetimeve paraprake, ngjarja ndodhi në lagjen Grumbullimi, ku një konflikt për motive banale degradoi në dhunë. I plagosuri mori fillimisht ndihmë mjekësore në zonë dhe më pas u dërgua në spitalin e traumës në Tiranë, ku vijon të trajtohet. Policia po heton rrethanat e plota të ngjarjes.
Një zjarr ka përfshirë mëngjesin e sotëm një zonë me pisha dhe shkure në lagjen 15 tetori në Vlorë, shumë pranë banesave. Dyshohet se flakët janë shkaktuar nga zjarrvënia e qëllimshme për pastrimin e territorit, por era ka favorizuar përhapjen e tyre. Në vend ngjarje ka ndërhyrë forcat zjarrfikse, të cilat po punojnë për izolimin e vatrës. Kjo është vatra e dytë e zjarrit që regjistrohet në këtë zonë gjatë ditëve të fundit. Policia e shtetit ka forcuar masat kundër zjarrvënieve duke arrestuar ose proceduar 29 persona gjatë muajit qershor dhe 2 javëve të para të muajit korrik. Vetëm në 24 orët e fundit u arrestuan 2 persona në Kavaj dhe Vorë, ndërsa një tjetër u procedua në Mallakastër për zjarre që shkaktuan dëme në kullota, pemë frutore dhe arra. Sipas policisë, një pjesë e zjarreve ka nisur nga djegja e barishteve ose pakujdesia gjatë punimeve. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të mos ndezin zjarre dhe të denoncojnë çdo rast të zjarrvënies, duke garantuar reagim të menjëhershëm dhe anonimat. Nëna e 17 vjeçare së dhunuar në Fier rrëfen Tmerrin dhe kërkon drejtësi. Mes lotësh ajo tregon se si zbuloi dhunën ndaj së bijës, pasi pa videon e publikuar në rrjetet sociale. Vajza sipas saj kishte shenja në fytyrë trup dhe ishte e tronditur psikologjikisht. Nëna deklaron se denoncoi rastin në polici, por pretendon se hetimet nuk ecën me shpejtësi, a dhe vetëm pas publikimit të videos autoritetet reaguan. Ajo thotë se e bija ishte një vajzë e urtë dhe nuk kishte konflikte me askënd. Familja kërkon drejtësi për dhunën e ushtruar nga 3 vajzat e tjera. Qindra peshq të ngordhur kanë alarmuar banorët në rezervuarin e fshatit Gjinikas në Maliq. Banorët dyshojnë se shkak për ngordhjen masive të peshqve janë hapjet e portave të hidrocentralit, të cilat sipas tyre sjellin ndryshime të menjëhershme të nivelit të ujit dhe dëmtojnë ekosistemin. Ekspertët mjedisor ngren disa pista, si mungesa e oksigjenit në ujë apo depozitimi i sedimenteve, por shkaku përfundimtar pritet të përcaktohet nga analizat laboratorike. Komuniteti kërkon ndërhyrje urgjente nga institucionet mjedisore për hetimin e rastit dhe ndëshkimin e përgjegjësve. Një zhvillim i rëndësishëm ka shënuar procesin për vrasjen e 13 vjeçares shqiptare Aurora Tila në Itali. Ishi dashuri i saj, tashmë 17 vjeç, pranoi për herë të parë në gjykatën e apelit se ishte ai që e shtyu vajzën nga balkoni duke kërkuar falje për krimin dhe për vonesën në pranimin e fajësisë. I riu ishte dënuar më parë me 17 vite burg. Hetimet zbuluan se ai e kishte përndjekur dhe kërcënuar Aurorën pasi ajo i dha fundlidhjes, ndërsa prokuroria paraqiti mesazhe që tregonin se vrasja ishte planifikuar. Vendimi përfundimtar pritet të jepet më datë 10 shtator. Hashim Thaçi ka kërkuar lirimin me kusht nga gjykata speciale në Hag duke ofruar një garanci financiare prej 50.000 eurosh. Në kërkesën e mbrojtjes thuhet se ish-presidenti nuk paraqet rrezik arratisje, dhe pranon një sër kufizimesh përfshirë dorëzimin e pasaportës, ndalimin e largimit nga Kosova, paraqitjen e javore në polici, si edhe ndalimin e kontakteve me dëshmitar, bashkë të akuzuar apo deklaratave publike për çështjen. Dhomat e specializuara kanë konfirmuar se kërkesa është në shqyrtim dhe se vendimi do të merret në kohën e duhur. 2 të rinj janë gjetur të pajetë brenda një makine në garazhin e një banese në zonën e Pireut, në Athinë. Viktimat, një 27 vjeçare dhe një 28 vjeçar, u zbuluan nga babai i djalit, i cili njoftoi menjëherë autoritetet. Mjeku ligjor nuk ka konstatuar shenja dhune, ndërsa hetimet po përqendrohen te pista e helmimit nga gazrat e makinës. Dyshohet se automjeti kishte motorin dhe kondicionerin ndezur në një ambient të mbyllur, duke shkaktuar depërtimin e gazrave në kabinë. Shkaku përfundimtar i vdekjes do të përcaktohet pas autopsisë.